nisma. Siç duket, siç unë e shoh, ka kërkesa jo racionale. Nga kush? Qovë nga minoritetet jo serb, nga disa nga ta sepse ato maksimumi nga zona Balje me komunën. Nuk po I përmeni me emra, po... Jo, të flasim me emra se këtu. Edhe ajo po se po tash nuk di se çka... Vetëm Berisha nuk kishte ndonjë kërkesë këtu e patëm. Kishte nga ata që kërkonte ministri. Keni parasysh... Ministri ka thënë duhet të ketë... Pa e mund të bëhet në rotative me vite, për shkak çdo vit secili prej tyre. Këto nuk e di se si bëhet, po. Dhe në anën tjetër, me që nuk doli asgjë nga ato çka u negociu ose që u bisedu, ose nëse s'kan që negociata ndërmjet Limajt edhe Kurtit, I bie që kërkesat e tyre mund të kenë qenë jo racionale në krahasim me fuqinë politike që e kanë marrë në shkurt. Ky është versioni I parë që e çan pastaj zotin Kurtin e hapin tjetër, që është logjik nga partitë e vogla ka fillu, jo nga partitë e mëdha, sepse dëshiron pushtetin ta ruaj për vete, sepse ja kanë dhënë shtetarët, më shumë e thjeshtë. Tashi, LDK-n, ftesa e LDK-s që është bë sot, për mua I ka dy goditje që është bë. E para, e vënë në siklet jashtëzakonisht madh LDK-n, sepse çdo veprim që e bën LDK-ja nga nesër, I faturohet absolutisht në zgjedhjet e cilat potencialisht mund të jenë ose në vjesht, ose në pranverë në vitet tashëm, nëse veç zoti Kurti dëshiron një gjë të tillë. Tash, po normet e skenarit. Çka nëse zoti Abdigjiku I thot jo takimit. Atëherë, zoti Kurti ka dhe një kartë shtesë në gjefin e tij që të neglizhoj me negociatë dhe thot unë I çoj durt, nuk e baj qeverinë. Le ta bëjnë opozita. Tash, aty vjen kërkesa. Është drejtë e tim, fal zotri. Ti ke drejtë që të. Po ka fituar zotrive dhe kokit, unë po them në Kosovë, apo? Po ka dalë pak, se s'ka të mundësi. Nuk ka të mundësi, ai s'po don me shku. Ai nuk po don me shku negociata sipas jush. Na po thonë për këtë, megjithëse nuk besoj që nuk shkon, po nëse nuk shkon. Tash çka nëse shkon? Nëse shkon, unë besoj që ban hap mesën politik. Nëse shkon, sepse me shku në negociata dhe me arrit marrëveshje nuk janë dy sene të njëjta për mendimin tim. Në qoftë se nuk shkon fare në bisedime, ose të thonë në takim, se ai takim më qojt, unë besoj që bani gabim jashtëzakonisht madh politik zoti Abdigjiku. Zoti Abdigjiku për momentin realisht as nuk ka fuqi mrena për mrena, ose si tham një lloj vote unike, ose mendim unik, ose vendim unik, nuk mund të jenë nga një LDK e cila realisht në kuvendin e Kosovës po shkojnë kogjat për qarë, nëse mund ta quaj, për shkak të hajnisë së votave ndërmjet vetes. Prandaj zoti Abdigjiku duhet të jetë shumë I kujdesshëm në lëvizjet e tij dhe zoti Kurti ka këtë aftësi me nuhat se ku mund ta godet. Okej. Pra, jem te skenari I dytë, nëse shkon. Po nëse shkon se thashë edhe herë, nuk I shkon as PDK-s, vendi shkon zgjedhje. Sepse këtu ka dy mundësi mu bë kryeministër, o Albin Kurti, që ka fitu zgjedhjet me shumicë, ose nga opozita, që unë nuk besoj që PDK-ja madje edhe mund t'ia dhon kryeministrin, po vetë zoti Abdigjiku ka thonë nuk jam interesuar të bëna pjesën e qeverie, ose kryeministri I qeverie që nuk shkon gjatë. Ti po opsionet janë o Kurti kryeministër o vendi shkon zgjedhje. Më e mundshmja. Më e mundshmja. A është ky opsioni për zonën pranverë? A është LDK-ja në situatën më të vështirë tani me që Kurti është drejtuar zotit Abdigjiku me letër? Po e ka vënu në siklet faktikisht zotin Abdigjiku për arsye se siç e kemi fol disa herë edhe në këtë studio që shumë elektorat I LDK-s ka shku në